محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i plot fuqishëm edhe i gjithdijshëm i ka ditë të gjitha nevojat njerëzore, e ka ditë gjithë atë që i përshtatet natyrës dhe potencialit njerëzor, dhe konform kësaj i ka rregullu të gjitha udhëzimet dhe dispozitat. Kësaj është e pamohueshme se Allahu i madhruar çdo gjë që ka shpall në përputhje të plotë, edhe me mundësitë njerëzore, edhe me dobit njerëzore. Njëkohësisht edhe pejgamberët që i ka dërguar në këtë frymë, ndërsa pejgamberin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka përshkruar me një përshkrim madhështor dhe të mrekullueshëm kur ka thënë: "O ma arsalnake illa rahmatan lil alamin", ne të dërguam ty për shkak të mëshirës që kishim për botët. Ose mundet me u kuptu ky ajet edhe pak më ndryshe: ne të dërguam ty mëshirë për botët. Të dyja këto kuptime janë të sakta. Ndërsa nëse e trajtojmë jetën dhe veprimtarinë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm nga këndvështrimi historik dhe biografik, por mes tjerash edhe nga këndvështrimi legjislativ i ligjvënies, të e pas parasysh se jeta e tij dhe veprimtaria e tij ishin jetësim i mësimeve të Allahut fuqiplot, atëherë këtu vjen shprehje një përshkrim tjetër që i ka bë Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin famadh, kur flet për ta, edhe thot: "Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim." Ky i dërguar i fundit, të cilin ata janë të obliguar ta pasojnë edhe të rreshtohen pas tij, u ahjek barët e tepërta dhe të panevojshme, edhe u zgjidh prangat me të cilat njerëzit kanë qenë të lidhur. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e veprimeve me të cilat njerëzit gjatë historisë janë mundu me organizu jetën e tyre, e sa herë janë mundu me bë ligje dhe rregullat ndryshme, nuk është se ja kanë qëllu gjithmonë. Edhe të gjithë jemi dëshmitar se njerëzimi kur i bën vetë ligjet, çdo kohë pas kohe ka nevojë të përditësoj ato. Janë vetëm ato rregulla dhe udhëzimet e Allahut fuqiplot, të cilat nuk kanë nevojë të përditësohen. Për çfarë arsye? Për një arsye jashtëzakonisht thjeshtë dhe të kuptueshme. Lidhet me besimin gjithsesi. Arsyeja është se Allahu është i gjithdijshëm, edhe Allahu kur flet diçka e din çka po thot. Edhe kur Allahu ofron diçka e cila është e përshtatshme tani, po mbetet e përshtatshme edhe në perspektivë. Kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai korrieri, ai emisari i deleguari për me i përcjell mësimet e Allahut fuqiplot të njerëzimit, dhe gjithmonë mundohej
prej Allahut me e lyp më të lehtën edhe më të mundshmën për njerëzit. E kemi rrëfimin e Isras dhe Mi'rajit në një ngjarje në të cilën u obligua falja e namazeve të rregullta. Në të gjithë e dim, e kemi mësua, e kemi lexuar, e kemi dëgjuar se Allahu i madhruar fillimisht u kërkoi njerëzve që t'i falin 50 kohë të namazit brenda ditës. Edhe gjatë kësaj kohe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam komunikonte në qiell me Musain alayhis salam, pastaj kthehej te Allahu dhe kërkonte lehtësim. Dhe disa herë ndodhi kjo derisa prej 50-ve zbritën në 5. Allahu tha, ato mbeten 50 për mu, mbeten 5 për juve. Një me 10 të puna e shpërblimit. Funit ka mujtë Allahu me shpërblim edhe 500 me i ba, po ajo që ne duhet ta kemi parasysh është fakti se Allahu kur shpërblen shumë edhe numri në këtë rast nuk ka ndonjë rëndësi. Po ajo që ka rëndësi është se Allahu njerëzimit i lehtësoi maksimalisht. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i frymëzuar në këtë frymë. Edhe sa herë vinte dikush me e pyet për ndonjë gjë, ai njerëzve nuk u vështirësonte, përkundrazi u lehtësonte. Edhe neve na ka mësuar me fjalën yasiru wala tu'assiru. Lehtësoni e mos vështirësoni. Kur i dërgoi 2 emisar të vet, 2 shokë të vet në Yemen, me u mësu banorëve të Yemenit Islamin, udhëzimin bazik që u dha ishte yasira wala tu'assira, wa bashira wala tunaffira. Lehtësoni e mos vështirësoni, edhe përgëzoni e mos irritoni. Ç'kjo është fryma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vinin njerëzit me e pyet në kohë të haxhit. E bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxhin, edhe haxhi sikurse e din ata që e din edhe ata që e kanë provu, është një ibadet bukur kompleks. Nuk është i rënë, është serioz. Mirë po ka rregulla të cilat vërtet njeriu në çdo hap të kryerjes së ritualit të haxhit ka nevojë me i njoft ato rregulla, edhe vinin njerëzit nganjëherë me e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i thonin: "O i dërguari i Allahut, e kam bë këtë vepër para kësaj vepre." Do të thonë, kam mujt me ngatruar renditjen e veprimeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikurse ka një transmetim, thotë gjithë ditën sa e kam pyet njerëzit për kësi formalitete, e ka pas një përgjigje. Ju ka thonë: "If'al wala haraj." Vepro, vazhdo, se në rregull je. Kjo fryma vazhdo edhe vepro, se në rregull je, në të vërtetë nderuar vëllezër është fryma e Islamit. Për arsye se Allahu i madhruar Islamin e ka bërë lehtësim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu ua dëshiron juve lehtësimin e në asnjë mënyrë nuk ua dëshiron vështirësinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në këtë frymë i trajtonte njerëzit dhe atë jo vetëm kur u mësonte ibadetin, jo vetëm kur u mësonte qysh me adhuru Allahun fuqiplot, po në këtë frymë i mësonte njerëzit në përgjithësi. Kur insistonte me ngrit standard, atë standard pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante personal për vete. Falej natën në shtëpi, namaz vullnetar, namaz për çeft vetin, falej qëndronte në këmbë aq gjatë derisa i ajeshin këmbët. Mirë po, kur dilte me u falë xhamatit namazin, nuk qëndronte aq gjatë në këmbë. Për çfarë arsye? Se thonte kur ndonjëri prej jush të pri besimtarve në namaz, le të ketë kujdes për arsye se pas ti falet i moshuari, i smuri edhe ai që është në zor, ose ai i cili ka një punë e cila e pret punë e rëndësishme pas namazit. E tash kur e ki parasysh se mas teje falet i moshumi, falet i smuti, falet ai i cili ka punë, normal që kryerja e obligimit bëhet me një standard të përgjithshëm i cili do të më qenë shumë më i ulët se sa standardi që njeri mundet me ia qitë vetës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte edhe kështu, thonte unë dal me u fal Yacin ose akshamin, edhe lidhem namaz e kam njetë, mja u zgjat pak namazin, ama thotë dëgjoj dikon një zot të një sabije, të një foshnje duke qajt. Edhe thëmë, mos është nona asaj foshnje të u falë me neve në xhami, thotë e shkurtoj namazin që me e liru, eventualisht atë nonë nëse është aty. Qëllimi çka është nderuar vëllezër? Qëllimi është që na me e kuptu, në radhë të parë se Allah i madhruar na ka begatu me këtë fe, me këtë islam,
me këtë besim, i cili përveç që është shumë i përshtatshëm për natyrën njerëzore. S'ka kurrë anti-njerëzore në islam, s'ka kurrë antikombëtare në islam. Islami është kundër veç të keqës. E aty ku është e keqja, Islami ka përplasje. Edhe ka ofertë për me eliminu edhe për me zavendësu me të mirën. Mirë po çdo gjë që është në rregull, në praktikën njerëzore, Islami nuk e kundërshton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Unë nuk më ka dërguar Zoti për tjetër gjë veç se me i plotësu normat e moralit. Do të thonë jo me i rënu ato që janë ekzistente. Ku është mirë, kena me ngrit hala ma shumë, ku është keq, kena me përmirësu, edhe që kjo është roli i Islamit. E çështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u qase i njerëzve, kështu i këshillonte njerëzit, kështu u ofronte zgjidhje. Para mendoni edhe ata të cilët gabonin, edhe ata të cilët lajthiteshin, edhe ata të cilët për shkak të dobësisë njerëzore mund të bënin ndonjë veprim që ndoshta as vetës nuk do t'ja falnin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u hapte edhe ato dyrë të shpresës të cilët disa njerëz mbase vetë me mosdijen e tyre synonin me imbyll. Për atë arsye, kur i lexojmë ajetet e Kur'anit, të cilat u drejtohen gabimtarëve, e shohim se nuk ka diçka që u ofron shpresë njerëzve më shumë se sa pikrisht ajo fjalë e Allahut fuqiplot ose ajo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U ofron më shumë shpresë se sa që do të kultivonte ndonjëri prej neve që ndoshta mundet me pas optimizmin më të lartë në botë. Pse? Për arsye se Allah i madhruar megjithatë me asnjë gjë, me asnjë mësim, me asnjë rregull të këtij Islami madhështor nuk ka dashur njerëzit me i largu prej mëshirës së vet. Përkundrazi, i ka thirrë edhe ka synu me i afru ka mëshira e tij edhe me i dhënë mundësi që të përfitojnë prej saj. Edhe në aspektin social, edhe në aspektin shoqëror. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i afërt, ishte shumë i kapshëm. Të gjithë e dimë mënyrën e sjelljes që e ka pas me njerëz me autoritet, me njerëz të thjesht, me njerëz të moshuar, me njerëz të ri, me njerëz që ndoshta dikush nuk i ka bëu hesap e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ka dhënë autoritet, e ka thirrë një herë Bilalin, ka hyrë Bilalin në mezhlis ku kon pejgamberi alayhi salatu wasalam me ata sahabët e vetëm dhe me ata njerëz me autoritet, Abu Bekri, Omeri e të ngjashme. Edhe kur hy Bilali, sikurse e dini, Bilali ka qenë Abisinas, do të ka qenë me ngjyrë, zezak. Po pse ka qenë me ngjyrë, ka qenë njeri me shumë vlerë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "O Bilal, ec ulu këtu afër meje." Ai thot: "Ja Rasulullah, mirë jam këtu ku e pas në nivel." I thot Abu Bekrit: "Shtyju ti pak më çanë, hec këtu ulu afër meje." Dhe e ul Bilalin mes vetës edhe Abu Bekrit. Pse? Se ç'ka ishte fryma, të cilën e promovonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me cilën i edukonte njerëzit që të jetojnë edhe të vazhdojnë veprimtarinë e tyre. Kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili u dha autoritet edhe kategorive atë botë më të pavlerësuara të shoqërisë. Femrës, pastaj shërbëtorëve, skleverëve, njerëzve me ngjyrë, çfarë do lloj kategorie që eventualisht ndoshta edhe të njerëzit e mirë nganjëherë kanë një farë rezerve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angreste epitetin në nivelin e njerëzorës. Se kjo është ajo që njerëzit kanë nevojë, me ngrit me autoritet në nivelin e njerëzorës. E pasaj brenda atij statusi, secili mundet me arrit famën edhe pozitën e vet në shoqëri, thot Enesi radiallahu anhu, Enes ibn Maliku, thot i kam shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. Asnjëherë nuk më ka thonë për një gjë cilën e kom bë, e së dasht me e bë. Pse e bane? Dhe asnjëherë nuk më ka thonë për një punë që dasht me e krye se kom kry, pse se bane. Para mendoni, po flasëm për një pozitë kyçe, për një pozitë supreme, për një pozitë edhe autoritet shumë të lartë edhe në aspektin e besimit edhe në aspektin e organizimit të jetës shoqërore. Për pozitën qendrore në shoqëri, shërbëtorit, një djalit të ri, kur si ka thonë pse këto e bane, pse këto e le pa bo. Gjithmonë e ka trajtu me shumë butësi. Njëherë thamë ka nis me ja kry një punë, duke qenë tha se isha i ri 3-14 vjeçar, dole tha dhe u habita me do fëmijë të lagjës të lu aty. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prit Enesin, e ka prit, s'po kthehet. Kur ka dalë ka pa tulu.
Edhe veç i ka thonë, o Enes, atë qova dikon? Veç i ka kujtu që me gjitha të prej shpis ke dalë, me një detyrë, atë qova dikon, edhe i ka vazhdu me e kry punën e vetë. I këtil ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet e jetës së tij, në të gjitha mësimet të cilat në formë të frymëzimit i ofronte për umetin e tij, po njëkohësisht edhe me ato veprime të cilat ishin një lloj legjislacioni për fenë edhe besimin të cilin ai e provonte që është Islami. Allahu i madhëruar na e mundsoft që me e kuptu drejt edhe sakt, edhe me e pasu atë në mënyrën më të mirë, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë tolerante dhe tolerancën e promovante në të gjitha fushat e jetës së tij. Përveç aty ku duhej zbatu ligje. Aty ku duhej zbatu ligje, askush më mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thonë atë shprehjen që ne jemi dëgjuar sot ta dëgjojmë, jemi mësuar ta dëgjojmë prej shumë njerëzve e fatkeqësisht mas shumti prej atyre të cilët vetë e shkelin ligjin kur thonë askush mbi ligje. Por një me kjo si fjalë është fjalë shumë e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto e aplikonte në jetën e tij pa kompromis, për arsye se u thonte më të afërmëve të vet. I tha çikës vet Fatimës radhiyallahu anha, i tha oj Fatime, çka dush lyp prej meje? Çka kam? Asgjë nuk më dhimbet me dhënë. Mirë po një gjë ta dish, mes teje dhe Allahut unë s'muj me ndërhy, s'muj me të kry punë. Kështu që rri vetës gati, kështu i ka thonë edhe axhës vetë, kështu i ka thonë edhe familjarëve të vetë, kështu i ka thonë edhe të gjithë njerëzve. Kanë ardhur njëherë mi thonë, o i dërguari Allahut, e kena kap një vjedhse, një femër duke vjedh, e që do të me u zbatu ligji i fesë për punën edhe krimin që e ka bo. Mirë po ajo është një familje autoritative, me bo me u ekzekutu ajo, asaj familjes po i shkon ftyra, e kësi muhabete. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshyr atë personin që ka ardhur me këtë porosi, me këtë mësitni, e që e ka pas shumë për zemër, po e ka këshyr me nervozizëm. I ka thonë qysh, ti po don që unë ligjin me e marrë dhe me e mshef për hatër të filonit ose të fistekut, wallahi ka thonë, qika e me pas vjedh, unë e kisha ekzekutu ligjin e Zotit në veprën e saj. Por edhe atëherë kur i ka trajtu mëkatar dhe gabimtar. Edhe kjo është e rëndësishme shumë që na si musliman duhet ta shndrojmë në virtyt. Edhe atëherë kur i ka trajtu me drejtësi, nuk ja ka përdhos dinjitetin. Njërin e ka nxon tupi, edhe e kanë pru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me e sanksionu, edhe duke e kry sanksionin, dikush ka thonë Zoti e marroft. I ka thonë mos i thuj Zoti e marroft. Ani ka bo gabim, ashtu e marrë dënimin që e meriton, po mos e thuj Zoti e marroft se në këtë rast ti po bën aleancë me shejtanin kundër vllaut tanë. Ky është gabimtar, po është vllau yt, ky e ka shkel ligjin, po megjithatë është vllau yt edhe dush me urrejt veprën, por jo do e mos me urrejt atë që e ka kry veprën, për arsye se funit si njerëz që jemi, të gjithë potencialisht jemi gabimtar. Qysh kemi qef me na trajtu dikush kur na nxon duke gabu? Qysh kemi qef me na trajtu një prindë fëmijën, për shembull e ka nxon tu gabu, ose mësuesin nxonsin, ose mos të marr shembuj. Vallahi ki qef me trajtu të paktën me korrektësi. Mos me ta rënu ma shumë se sa ka gabu, po njëkohësisht me ta rujt dinjitetin. A dinjiteti njerëzor në vllazën ka vlerë dhe peshë. Ka edhe shenjtri në Islam gjithsesi, po ka vlerë dhe peshë shumë më të madhe se gabimet që eventualisht njeriu i bën si pasojë e natyrës njerëzore. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjerash i ka dhënë popularitet edhe legjitimitet edhe dinjitetit njerëzor, edhe atëherë kur dallimet kanë mujt me qenë shumë të mëdha mes atij për cilin është bë fjalë edhe vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose vetë komunitetit. Allah i madhruar na mundsoft që Islamin me e kuptu ashtu si duhet. Në momentin që e kuptojmë, kemi me e pa se ai është i natyrshëm, kemi me e pa se ai është i mundshëm edhe i lehtë, edhe kemi me e kuptu një gjë me rëndësi. Nuk është se nëse ja rëndojmë vetit më shumë, kena me fitu sevap më shumë. Jo, sevapin më të madh kena me e fitu veç nëse gjonat i aplikojmë që ashtu qysh i ka lyp prej neve Allahu fuqiplot.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله